kur nuk më ka bo populli jonë, rinia jonë, më kërnar se sa sot. Kur kisha hum çdo lloj shprese, që ka met ndaj forcë në Shqipëri me shpor këto kriminela, këto kurva, këto që kanë shkatru, e rënu, e që rënjos kombin shqiptar. Sot, për herë të parë, Shqipëria po tregon se nuk ka vdek dhe jo shqiptaria. Vlezër e motra. Unë kur s'kam qenë i knaq me këto protestat politike që janë bodorim sot, se do hikte një nga kjo kurva e do vitë kurva e tjetër që na ka shqit e na kanë shkatru Shqipërinë. Vlezër e motra, sot për herë të parë, unë përshof që Shqipërisë nuk i kanë mungu, edhe nuk i kanë hik, edhe nuk i janë tret njerëzit që dalin zot. Kjo protesta për të cilën e flasim, Zvërneci, nuk është protestë vlezër e motra se po bëhet një ndërtesë në Bregdet. Nuk është protesta se ne po jemi kundër zhvillimit edhe lidhjes edhe hapjes me botën. Kjo është protestë kundër padrejtësive që na janë bërë neve, që është vjedhë çdo gjë, private e publike, nga këto pjedhanone, nga këto dy klyshat e kurvës, këto dy partizë zgjibe, me ato rete zezat moshkonjëve që shkojnë mrapa. Është hera e parë, që në Shqipëri po ndodh diçka që më bën krenar. Sot e gjithë bota i ka sy të protestat tona. Sot i gjithë Shqipëria, njerëzit e pastër, kanë për herë të parë një shpresë, a do të mund t'i zhdukim ne këto klysh kurve, këto maskarinj që kanë qeverisë, kur u përmys komunizmi vlezër e motra. Nuk ndodhi gjë tjetër, veç se ato klysh që na kishin qeverisë për 50 vjet komunizëm, u ndan në dy parti që do të na qeverisin prap. Lut Zotin që çfarë bën rinia, të zgjas, të shkatrohet i bashkohet i madh i vogël. Ne, mosha ime, që e kemi lënë bald vendin ton, që kemi hesht, që kemi shku e kemi bë bejta e llazore mrapa dy klysheve, dy birave të kurvave, Edi Ramës dhe Sali Berishës. Lut Zotin që t'i bashkohemi kësaj lëvizje. Lut Zotin që kjo lëvizje të mos ndalë. Lut Zotin që kjo lëvizje të shtohet dhe të fuqizohet derisa të shporim një herë për gjithmonë. Edhe lut Zotin që klyshët e kurvave që kanë qenë me njënën nëse tjetrën parti, jo ato që kanë dhënë votën. Ato janë populli, po ato që kanë qenë për administrata dhe në qeveri, të shporën një herë për gjithmonë, se ndryshe do të na vijnë prapë këto zgjibe e të bëjnë të njëjtën gjë. Është koha vlezër e motra, që nëse ne duam Shqipërinë e pastër, ne kemi sa hije monstra në mes tonë, që kanë qeverisë që nga çka e quajmë në shlërim e Shqipërisë, marrimi i luftës së dytë botërore e gjermë sot, vlezër e motra. Qeveria komuniste e rënoi njeriun, e shkatroi njeriun shqiptar. Këto kurvat mas komunizmit rënun Shqipërinë, shkatrun Shqipërinë, edhe kanë shit çdo lloj prone. Nëntëksore
e mbi toksore, naftën e bakrin ton, tokët e tona vëllezër e motra. Prandaj nuk guxojmë dhe nuk mundim, nuk e kemi luksin të pranojmë asnjë klysh kurve nëse e rrezojmë qeverinë, që duhet të rrezojmë jo qeverinë, por sistemin që kemi. Nuk e kam lafin sistemin demokratik, ku ta diun për establishmentin, dy partit kurva, të Sali Berishës, këtë klysh kurve dhe të Edi Ramës. Vëllezër e motra, ne kemi pa diçka tragjike për 50 vjet. Ku jo vetëm pronat, vëllezër e motra, tona, toksore, nën toksore, por çdo gjë që ka lidhje me kombin, kanë dashur ta zhdukin, kanë instaluar në çdo vend, në çdo media, në çdo ministri, në Akademinë e Shkencave, armiqtë e popullit tonë që bojnë vetëm tezat e serbo-grekëve për të treguar që ne s'kemi asgjë me këtë vend, me këtë tokë, me racën tonë, me prejardhjen tonë, me gjyshën tonë i lira pellazg. Për këtë arsye, vëllezër e motra, unë jam i lodh. Por sot shpresoj se rinia do t'jetë ndryshe, edhe besoj që ne nuk kemi nevojë sot për një qeveri teknike të 3-4 ditëve, 3-4 javëve. Ne kemi nevojë për njerëz që kanë dëshmu, që edhe në këtë kohë, që na kanë vu neve përsipër me rimanga prej telesh, këto klysh kurve të serbëve, grekëve, çdo lloj anti-shqiptari, Sali Berisha e Edi Rama, këto dy partit kurva dhe zgjipët që u shkojnë këtyre nga mrapa, ne kemi nevojë për ata njerëz që prap, edhe në këto ditë, kanë mund të tregojnë që e duan Shqipërinë, që e duan kombin shqiptar, edhe i kemi pak, por duhet kemi në krye. Unë shpresoj dhe besoj që ne do dim t'ja besojmë njerëzve të tillë Shqipërinë nga këtë jetutje, se nuk kemi vetëm thjesht problemin e prishjes së çdo lloj kontrate që na shiten pronat, na shitet nafta, na shitet bakri, edhe sot e kësaj dite që kanë shit këto klysh kurve. Por kemi problem qëndësin ton për shqiptari. Për këtë arsye, vëllezër e motra, unë shpresoj që qeveria që do të vjerë, nëse do të mundemi ta shporim këtë qeveri shkërdhat që kemi sot, nuk do të ketë në pleksi me këto klysh kurvësh që duhet përfundoj gjithë burgjeve, edhe duhet të marim gjithë çdo lloj pronat vjedhur, çdo lloj qëndarke që i kanë vjedhë buxhetin shtetit dhe pronave me këto shitjet. Pra duhet një qeveri komplet, me adëtar, me patriot, me njerëz të pastër që s'janë përlyrë, sidomos me vallexhit, që u shkojnë mrapa këtyre si to rete mushkonjëve, nëse i keni pa ndonjëherë ku ka janë vinë si vorbull mbi kokë, këto që u shkojnë mrapa këty klyshave kurve. Dhe sa do të besoja, dhe sa do doja. Emra të tilla, për shembull, si emra të tillë, emra të tilla, emra të tillë, si Marin Mema, që i besoj me gjithë shpirtin dhe është i vetmi njeri që më jep shpresë, që do të dojë Shqipërinë mund të më ledh mes e masti. Njerëz që gëzojnë respektin tim dhe shumë njerëzve të pastër të tjerë shqiptarë si Kocaqi, Dalipaj, që lufton me mishë me shpirt që çdo gjë që ne kemi, që ne posedojmë është jonë dhe jo e imponume nga të tjerët. Vëllezër e motra, Shqipëria ka plot, e për plot njerëz që s'janë përfill, njerëz që deri më sot prindrit e tyre u kanë shku mrapa si lakej, e si mushkonja, e si zvaranike, si zgjibe, dy partive. Por rinia, kjo rinia e pastër që po rritet,
nuk qenë ka presh, nuk qenë ka shkatru. Shpresoj vëllezër e motra që këto klysh kurve jo vetëm shporën, e që qeveria teknika i tjetë jo vetëm për një muaj, një ditë, një vit që të bëjnë zgjedhje dhe në prap të dy klysh partish, por tjetë qeveria teknike të paktën për një 2-3 vjet, që të kemi në mundësin që të konsolidojmë një shtres të re politike, dhe jo këto dy kurvat, apo çdo lloj pjelle zvaranike që ka në këto dy parti, që kryesojnë këto klysh dhe këto shkardhata, që kanë shkatru Shqipërinë. Ne duhet kemi një qeveri teknike, me të rinj të pastër të pa indoktrinum pa parti, edhe më vonë, mase të spastrojmë se vetëm një qeveri që vjen, që s'është e përlyme, me asnjërin nga dy parti mund tjetë e aftë dhe që ka shpreh, dhe që ka demonstru që donë Shqipërinë më shumë se gjithçka tjetër, vetëm ato do t'jenë të mundëm të krijojnë një forcë, jo këta spak ligje të shkërdhefshë spakun që është Vegël e Ramës edhe e Berishës e këtyre dyve. Ne duhet shkatrojmë gjykatat për në mënyrë paqësore, se janë botë çerdhe, korrupsionesh u shkërdhefshë kurven. Ne s'duhet lejmë asnjë që ka qenë funksionari njënës apo i tjetrës parti dalë si hale e bajk e si mund sipër protestave dhe një herë. Rinia duhet jetë ajo që duhet mbush çdo lloj departamenti, çdo lloj ministrie, nga Shqipëria, Greqia, Italia, Gjermania, Amerika, kudo që janë, por që janë njerëz të pastër dhe duan Shqipërinë. Edhe njerëzit që janë krye do të jenë njerëz me përvojë, por që vitet me përvojë jetësore, me përvojë politike, por që s'kan qenë kurrë me njënën apo tjetrën parti, por që gjithmonë kanë demonstru dhe ekspozu dashurinë dhe patriotizm për vendin, dhe për këto nuk kemi ne figura pak. Por unë do t'i besoja me plot shpirt, në qoftë se rinia do t'i besoj, edhe populli do t'a pranojë më në fund, që këta fillojnë kryesisht me memën, marimin edhe kocaqin. Ne s'kemi mo nevojë për pordhat e politikanëve të qelbur. Ne kemi nevojë për njerëz që duan Shqipërinë, të tjerët bëhen ekspertët gjehen, por gjehen të pastër e mos gjehen më kurrë në qoftë se protesta vazhdon që s'duhet ndalë, të gjehen dhe njerëz të pastër që s'janë të mpleks me asnjërin as tjetrën parti, që nuk do të pengojnë zbulimin e pesligjeve të fsheta, sidomos të shitjes së pronave tona. 9 tëksore, naftës e bakrit. E çka është marrë shqiptarëve me falsifikime dokumentesh deri më sot? Sami Gjoka ju përshëndet.